në kohën kur ne kemi bën një propozim të tillë nuk ka pasur mbështetje nga partitë tjera. A keni pyetje tjera? Po, Sonja Bajrami, falë për punësin. Ju votuat sot për Nenad Rashid, ndërkohë ai ka qenë vetë propozuar kohë më parë për në kryetar, ju s'keni votuar atë. Se ndodhe kjo tani, a dhe çysh e komentoni këtë vonesë për konstituimin e kuvendit, kur ka mund të kryet çysh moti? Është e vërtet, sepse nuk e kemi pasur të qartë dhe tash këtë qartësi e ka dhënë aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese. Pasi që kemi lexuar aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, e kem pa që ka një të drejtë të tillë dhe kem marrë vendim sipas interpretimit të aktgjykimit që kanë bërë juristët në grupin parlamentar. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Ju e dini Partia Demokratike e Kosovës që para 15 prillit ka qenë ndoshta partia e vetme që ka mbajtur konsistent qëndrimet e saj. Edhe sot, ashtu sikur para gjykimit, ne kemi abstenuar në votime për çfarë përket nënkryetarit nga komuniteti serb. Është konstituuar apo jo kuvendi, duket se kjo përgjigje ende nuk e ka marrë formën e plotë. Unë besoj që konstituimi ka qenë i domosdoshëm dhe nevojshëm qysh me 15 prill për çka jemi angazhu ne, mbetet të shihet a do të funksionojë tutje. Për neve është shumë e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe që të hyjmë në afate kushtetuese për të parë mundësinë e formimit të qeverisë së re dhe duke ditë që asnjëra palë nuk e ka shumicën parlamentare, besoj që ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është që të gjejmë mekanizmin që na dërgon në zgjedhje të parakohshme sa më parë dhe pa vonesa. Unë shpresoj se do të ketë racionalitet mes palëve për të arritur një dakordsim të tillë, por kjo mbetet të shihet në ditët në vijim. Ne jemi vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale, e rëndësishme është që të kemi fokus që ky proces të shkojë mbar, që të kemi një proces zgjedhor shembull, siç e kemi pasur edhe të kaluarat, dhe që verdiktin e qytetarëve edhe në nivel lokal ta kemi të plotë dhe të respektuar nga të gjithë. Në një pyetje. Si e komenton vullnetin e DTK-s për të votuar për e para dhe pse do të abstenuar, e dyta dhe pse një parforme jo optimist se është konstituuar në këtë një kuvend? 3 pyetje na shtajmojnë me në gjitha. Është çështje e vendimeve partive parlamentare, në këtë rast grupeve parlamentare, se si vendosin dhe pse vendosin dhe cilat janë arsyet. Unë besoj që ata vetë do t'i japin shpjegimet e tyre. Sa në përket neve si PDK, edhe para gjykimit dhe tash që është konfirmuar qëndrimi që e kemi thonë s'di so herë në të konferenca, e kemi mbajtur qëndrimin e njëjtë. Nuk jam i sigurt, sepse këtu nuk pat as short. Unë mendoj që ka pasur hapësinë tjetër për konsiderim të konstituimit legal apo kushtetues, sepse e pash që kryetari i kuvendit mundoi që ma shumë të konsultoj me ata që japin instruksione se sa që ta bëjnë një farë interpretimi kompetent për sa i përket konstituimit apo jo. Megjithatë, sot aty është një konstatim që është bërë një konstituim, që është zgjedhur edhe nënkryetari nga komuniteti serb, kolegu ynë zoti Rashić, por si do të shkojë tutje, mbetet shihet. Tashmë fatkeqësisht kemi pas disa lanë në gjykatën kushtetuese, unë shpresoj që nuk do të ketë më e që të ecim me një dakordim përpara për me shku në zgjedhje të parakohshme, sepse ky kuvend, kjo legislaturë po shihet se s'është në gjendje me kriju shumicë parlamentare. Urdhna. Unë tash do ta mbledh grupin parlamentar, por besoj se po, sa na përket neve, konstatimi i kryetarit është aktualisht valet, shohim e bëjmë nëse ka një ndryshim nga ana e tyre. Urdhra. Fokusi im është tek fitoria e Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet lokale, për çka jam edhe inkurajuar dhe optimist nga puna e madhe që është bërë në terren gjatë gjithë kësaj kohe, sidomos në fushatën zyrtare. E shoh dhe e ndjej një mbështetje të madhe qytetarëve. Ne kemi fituar dhe para 4 vitesh numrin më të madh komunave si dhe të asamblezëve, besoj që do të arrisim këtë herë. Ndërsa për sa i përket mundësisë për ta bërë qeverinë e partive të ish opozitës, do të shohim kur të vijë radha, nëse i vije,
por mendoj që më e rëndësishme se ka që është shkojmë drejt një procesi të rizgjedhur, që të ketë zgjedhje parlamentare të parakohshme, në mënyrë që vërtet ai proces pastaj ta nxjerrë një legislaturë tjetër e cila do të jetë pak më e përgjithshme s'poku se sa kjo që jemi sot. Urdhro. Shëndetje kryetare, po besoj ke lexuar një audio vërzim që është publikuar për Vox, ku dëzohet Dani Zandrosi, një biznesmen për prona për ndërtim banesat. Si e komentoni? Unë besoj se s'kam jetë njëri në Kosovë, s'poku ndrenas pa e dëgjuar atë incizim, i cili ka qenë shokus, besoj për të gjithë. Mendoj që përkundër deklarimeve të palëve të ndryshme, juve që e keni nxjerrë dhe të përfolurve që janë mundu me arçdu, i takon gjithsesi organeve të rendit që të merren dhe ta hetojnë këtë situatë në mënyrë urgjente, sepse vërtet ka qenë shumë problematike me dëgju ato fjalë që janë dëgju për prona publike të cilat janë qytetarëve të komunës së Drenasit. Urdhëroni. Shpëtlasni që mundësh me na i tregu arsyet për mos votim, për mos votim pro ose kundër ndaj Nenad Rëshiqit, apo lidhet kjo me këtë konsiderimin që e keni që kuvendi nuk është legal i konstituar dyshimet, edhe çështja tjetër pas parasysh insistimin e juaj për zgjedhje të parakohshme, a keni me marrë iniciativën, qoftë me nis diskutime, qoftë edhe me mbledhje në shkrime për shpërndarje të kuvendit, duke pas parasysh që tashmë veç është hapur rruga pas konstituimit. Para punës unë në Nenadin e një shumë mëti. Para Albin Kurtit besoj dhe kam punu me ta, kemi qenë kolegë në qeveri, kemi qenë kolegë në kuvend, kam mirë kuptim për pozicionet e tina, her ka qenë i pavarur, her ka qenë me listën sërbe, her ka qenë pastaj prap i pavarur, dhe unë e ruj respektin personal, por për dallim për Albin Kurtit unë nuk i ndoj sërb në sërb të mirë dhe në sërb të këqit. Kjo është problem i cili besoj nuk i takon partive politike, as më pak leadershipit shqiptar, me i kallëzu kush janë të mirë të kush janë të këqit. Kjo është diçka që i takon të kaluarës. Qëndrimi ju ka qenë i qartë. Ne kemi vendosur për të gjithë njëjtë. Sepse për ndryshe i bie pikërisht me ron groskën Albin Kurtit që i ndon serbët sipas lojaliteteve ndaj tij. Faleminderit, urdhë. Zakonisht keni përmendur data të preferuara për zgjedhje. Si keni parakohë këto raste do të merrni një iniciativë brenda aktiviteti apo në Sa më shpejt, me njëherë mas zgjedhjeve lokale, me qenë se afatët s'lejojnë me mojt me të nëntin, prej këtu ku jemi sot, me 16-ën, me 23-ën, me 30-ën tur, me 70 tur, me 14 tur, sa më shpejt, se kanë bloku vendin me këtë mentalitet, bloku lëvizjave të vendosje, vetëm për faktin që kanë pak më shumë deputet. A keni me marrë